بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Për dersit kalum, kemi hy në temën e guslit, dhe autori ka fillu me I përmend ato gjëra të cilat bojnë obligim guslit ose rastet kur obligohet gusli. Pastaj autori vazhdon edhe I përmend rastet kur gusli është sunet. Një obligim, për sunet. Dhe fillon me I përmend gjërat ose rastet edhe thot o sunna li gjumuatin, dhe është sunet gusli për gjumon. Për la me kaq për gjumon, pastaj flasin se çka është për qëllim për gjumon, sepse edhe ato ka khilafa, se është për qëllim namazi gjumos apo për ditën e gjumon. Mirë, gusli për gjumon, për shkak kjo është edhe në 4 mëdhhebet që gusli është sunet. Mirë po, e kjo çështje thojnë është sunna muakkada. Do të thonë është sunet I fortë. Nuk është sikur sunetet tjera, por sunet I fortë që do të thotë nuk I takon muslimanit mos me e bë. Nuk I takon muslimanit, sidomos ai I cili pretendon praktikimin e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe është një gradë më e lartë e sunetit. Sunet I fortë që është pas vajxhibit, obligimit, më njëherë është ky suneti I fortë. Mirë, kjo është mendimi I 4 mëdhhebeve që gusli I gjumos është sunet I fortë, dhe në këtë ka edhe mendim tjetër që është, nëse themi si mëdhhebi dhahirive, që është obligim. Mirë. Argumenti që muj me përmend një herë për guslin e gjumos është hadithi I Abi Sa'id, ku thot al-ghuslu yawmul jum'a wajibun ala kulli muhtalimin. Thot është gusli I gjumos është obligim për çdo të rritur. Për çdo të rritur, ai I cili ka arrit moshën madhore. Këtë hadith e transmeton Buhariu. Do thot në hadith është përmend termi ose gjykimi wajibun. Do thot është obligim gusli. Mirë. Tash cili është argumenti që 4 mëdhhebe thonë që është sunet? Thonë është ardhur në hadithe tjera, siç është hadithi I Abu Hurajres apo hadithi edhe Samura, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, hadithin e Samura, men tawadda yawm al-jum'a fa biha wa ni'mat wa man ightasala fa huwa afdal. Edhe pse isnedi është dhaif, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush merr abdes për ditën e gjumon, ka bërë mirë. Ka bërë mirë, ka vepruar diçka një gjë të mirë. Wa man ightasala fa huwa afdal. Mirë po kush është pastru, ka bë gusl, atëherë ka vepruar edhe më mirë. Kuptohet, yawmul jum'a ne po flasim për si ditë gjuma, sepse kuptohet për namazin e gjumos do të marr abdes. Mirë po nëse dikush është nis me abdes, atëherë ka vepruar një gjë të mirë. Mirë po nëse ka bë gusl, atëherë ka vepruar diçka edhe më të mirë. Në hadith ka ardhur ka vepruar diçka edhe më të mirë. Që do të thotë nëse I bashkojmë hadithet, hadithi I cili ka ardhur për obligim, pastaj vjen një hadith tjetër që nuk tregon në obligim, atëherë në momenti kur bashkohen këto dy, themi që gjykimi zbret në një gradë më poshtë, e që është sunna, që është sunet I fortë në këtë rast. Po ashtu është hadithi tjetër I Abu Hurajres, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men tawadda fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-jum'a fastama'a wa ansata ghufira lahu ma baynahu wa bayna al-jum'a wa ziyadatu 3 ayyam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush merr abdes
edhe ka përsos abdesin në mënyrën më të mirë, edhe është ardhur në xhumo, ka dëgju hutben dhe ka hesht, dhe t'i është falur atij gjunahet prej asaj dite të gjumës deri në ditën tjetër dhe 3 ditë shtesë. Kjo 3 ditë shtesë do bi, disa dietarë që e kanë përmendur është për qëllim se Allah subhanahu wa taala për një vepër të mirë shpërblen 10 fish. Që do të thotë domthonë prej premtës në premte 7 ditë edhe 3 ditë shtesë, domthonë që ka shpërblimin 10 fish, 10 mira për atë vepër që e ka vepruar. Atëherë çka është domthonë ajo kryesorja këtu që na nevojitet, është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë men tawadda. Do thonë është kush merr abdes, dhe është mjaftu me abdes dhe nuk e ka përmend guslin, atëherë ka kjo kuptojmë se gusli nuk qenë ka obligim, gusli i xumës, mirë po është sunet për shkak se ka hadithe që jenë mjaftu vetëm me abdes. Sikur të ishte obligim, atëherë do të përmente pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këtë mendim prej dietarëve bashkëkohor është dhe Shekh Al-Fauzani, Allahu ruaj, dhe Shekh Bin Bazi, Allahu mëshiroft. Dhe mendimi tjetër që përmendëm thanë është obligim, që kanë dhahirit dhe prej dietarëve bashkëkohor Shekh Al-Albani rahimahullah dhe Shekh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Këta donë kjo pjesë e ulemave argumentohen me hadithin cilën e përmendëm pak më herët, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë është wajib, është obligim. Dhe hadithi është i qartë dhe është i për hadithe më të sakta në këtë çështje. Mirë po, ne përmendëm argumente tjera që merren parasysh dhe që e bjen në një gradë më poshtë. Po ashtu argument tjetër kanë thënë është rasti ku Omeri radiallahu anhu ka qenë duke mbajt hutbe. Ka fillu me mbajt hutbe dhe është hy Uthmani, ka hy Uthmani në xhami. Edhe Omeri radiallahu anhu e ka qurtu, ka thonë, ejetu sa'ti hadhi, që është kjo kohë, e ka qurtu që është vënu. Dhe Uthmani ka të regu që ka qenë në zonë, edhe nuk ka mujtë besa, ka shtu diçka shtesë dhe ka thonë besa ka marrë vetëm me abdes. Kam ardhë vetëm me abdes. Nuk ka marrë gusl. Pastaj prapë ka qurtu Omeri radiallahu anhu, ka thonë, a dhe vetëm me abdes, a nuk e ke dëgju, thot pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që na ka urdhëruar që me marrë gusl për ditën e xumës. Ky argument, ky transmetim e marrim domethënë mendimi i dy që është obligim dhe thonë nuk do kishte qurtuar Omeri radiallahu anhu duke qenë në hutbe besa për një gjë e cila është sunet. Mirë po qurtohet për një gjë e cila është obligim. Andaj thonë, ky transmetim tregon që një gjë e tillë është obligim. Mirë. Këtë transmetim të njëjtin e përdorin edhe këta që e kanë mendimin që është sunet i fortë, edhe thonë jo, ky transmetim tregon që një gjë e tillë është sunet për disa arsye. E para, thonë është se i përket këtij qortimit që i është bë Uthmanit, thot Uthmani është një prej shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, prej dietarëve, i cili i merret fjala dhe njerëzit e pasojnë ata. Andaj për një njeri i cili pasohet nga të tjerët, thonë atëherë do të më qortu kur e lën një sunet fort. Andaj për ta vlen, është parsore që ai person i cili pasohet prej njerëzve edhe shikohet se çfarë po bën, atëherë ky njeri duhet më qortu, edhe nëse e lën një sunet të fortë. Çështja e parë. Çështja e dytë thonë, këtu Omeri radiallahu anhu i ka bërë 2 qortime. Qortimi i parë ka qenë që është vënu, nuk ka ardhur me kohë, nuk ka ardhur më herë. Dhe qortimi i dytë është për gusull. Atë ne ju pyesim juve, a është obligim, themi që është obligim me ardhë herët në xhami? Atëherë ju thoni jo.
Atëherë, pse të themi që ky qurtimi i parë për që është ardhur herët nuk qenë ka obligim dhe qurtimi për guslin qenë ka obligim? Atëherë, nëse themi që janë obligim, do të themi për të dyat dhe jo vetëm për njërin. Dhe çështja tjetër thonë vetë ardhja e Uthmanit radiallahu anhu në xhami duke mos bë gusl tregon që një gjë e tillë nuk është obligim, sepse nëse themi është obligim, atëherë ai ka bë gjuna. Ka bë gjuna dhe ka thyer urdhrin e Allahut subhanahu wa taala, kështu që ne nuk themi që Uthmani ka bën një gjë të tillë. Andaj kjo tregon që kjo është sunet i fortë dhe jo obligim. Sa i përket mendimit më të afërt vërtetës, themi inshallah është mendimi i parë, nga kjo është që ana i dhon, është sunet i fortë. Do të thonë gusli i xumos është sunet i fortë për argumentet dhe trajtimin që e bënëm deri me tash. Mirë, se tash të kjo gjumaja ka më shumë detaje dhe mujna me folë më shumë. Çështja tjetër që lidhet me gjumon është gusli i gjumos a është për namaz dhe për ditën e gjumon. Medhhebi Hanbeli i Malikive dhe i Shafive, do të thonë xhumhuri i ulemave thonë se gusli është për namazin dhe jo për ditën. Dhe hyn, do të thonë në kohën e sabat. Do të thonë jo të latë bën gusl në mbrëmje. Kjo pse është për namazin thonë për shkak se në hadithin e Aishës radiallahu anha që ka thonë كان الناس يتنابون الجمعة من منازلهم من العوالي. Njerëzit do thonë kanë ardhur për në gjuma prej lardhën prej shtëpive të tyre, prej një distance të gjatë. Atëherë, çka merret parasysh kjo thonë për këtë hadith është se ajo që është e lehtësuar është për shkak namazit dhe për shkak tubimit, grumbullimit njerëzit. Njerëzit kanë ardhur larg për me fal aty ku falet xhumaja. Në disa xhamia për shembull nuk falet, por falet në xhami të mëdha, për shembull që falet edhe në bashku. Atëherë kjo tregon se dita e xhumas lidhet me namazin, jo vetëm si ditë. Kështu që kur themi për guslin e xhumas, atëherë lidhet me namazin për shkak se ka grumbullim të njerëzve dhe njeriu do të jetë, muslimani do të jetë i pastër. Dhe duke pas parasysh këtë sebeb, këtë shkak, atëherë themi se për qëllim është namazi dhe jo dita e xhumas. Dhe mendimi tjetër që është mendimi disa prej hanefive dhe këta ka zgjedhur Ibn Hazmi, është se është për xhumë, për ditën e xhumë. Është për ditën e xhumë, për shkak se është thënë në hadith el-ghuslu yawm al-jum'a wajib, do të thonë gusli në ditën e xhumë është wajib, në ditën e xhumë që është përmend në hadith. Mi po më afërt është mendimi i parë, mendimi i xhumhurit se është për namazin, për shkak se ne nuk themi që nëse ai për shembull e ka fal xhumon edhe don me praktiku sunetin, me thonë ban gusl edhe tash. Edhe pse ke fal xhumon për shembull, ban edhe tash, pra më fal në kindi. Për shkak se gusli, do të thonë elja ose sebebi ose shkaku, pastrimi i njeriut është për namazin, për shkak të grumbullimit të madh njerëzve. Edhe mos tjetë domethënë prej atyre që i pengon të tjerët nëse mund të ketë erë ose aromë jo të mirë e kështu me radhë. Andaj mendimi i parë inshallah është më afër të vërtetës. Pastaj çështja tjetër që lidhet me xhuma është se a është sunet ose nëse themi për mendimin obligim, a është vetëm për ata, domethënë që prezantojnë në xhuma apo edhe për të tjerë. Për ata që është obligim xhumaja, apo është vetëm për burra, apo hyjnë edhe gratë e kështu me radhë. Ajo që është e njohur në mëdhëbin Hanbeli është se kjo është sunet thonë për mashkujt të cilët prezantojnë në xhumë, edhe nëse nuk e kanë obligim xhumë. Do të thonë për mashkujt që prezantojnë në xhami, në xhumë. Do të thonë ky kushti, mashkujt dhe që prezantojnë. Çka do të thotë edhe nëse nuk e kanë obligim, për shembull nëse personi është udhëtar, nuk e ka obligim xhumon,
Mirë po, që dëshiron me fal gjumon, atëherë këtë rast themi që ai edhe pse nuk e ka obligim gjumon, mirë po nëse ai dën me prezantu në gjumon, atëherë edhe për të themi që është sunet. Është sunet, do më me bo gusëll, ose nëse themi për mendimin obligim, atëherë ka obligim me bo gusëll. Dërsa tek gjumhuri, tek Hanefit, Malikit edhe për mendime më të sakta mbrenda mëdhëbit Shafi, thonë është sunet për çdo secilin, domethënë që prezanton në xhami. Qoftë ai burr, qoftë grua, qoftë edhe domethënë fëmijë, i ri. Nëse nuk e ka domethënë kështu, nuk ka arrit moshën madhore. Mirë po, sa i përket burrave, domethënë nëse themi që është obligim, me atë mendimin është obligim, prapë nuk bëhet obligim domethënë për kategorinë tjetër, që janë për shembull gratë. Te gratë domethënë është sunet. Nuk themi që hyn këtë khilafin. Mirë po, ta thonë çdo kush i cili prezanton në xhami, atëherë nëse dojmë me praktiku sunetin, atëherë është sunet që me u pastru, qoftë burr ose grua. Ndërsa për gruan, për shembull, ose për atë i cili nuk prezanton në xhami, në xhumo, atëherë nuk themi se është sunet ose obligim. Mirë. Kjo domethënë ishte sa i përket xhumos. Pastaj autori vazhdon i përmend çështje të tjera, raste të tjera kur është sunet gusli dhe thot wa'idin, domethënë dhe për namazin e Bajramit. Kjo për shkak të hadithit e Ibn Abbasit që thot kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu yawm al-fitr wa yawm al-adha. Se thot Ibn Abbasi, ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bë gusl, ose është pastru për ditën e Fitr Bajramit edhe ditën e Kurban Bajramit. Atëherë një gjë e tillë është saktuar edhe nga Ibn Umeri radhiyallahu anhuma, që tregon se një gjë e tillë domethënë është sunet. Çështja tjetër është që i përmend autori thot li kusufin wa istisqain, dhe për namazin e eklipsit dhe për namazin e shiut. Atë sa kom mujtë me pa në përshpjegimet që i kanë bërë dietarët, një gjë, një tekst për këto dyja nuk ka ardhur. Nuk ka tekst që themi se një gjë e tillë është sunet. Mirë po, argumentin cilën e përdorin ata cilët thonë se është sunet, thonë për shkak se kjo bëhet analogji me gjumon edhe namazin e Bajramit, edhe kanë ardhur domethënë me një rregull që thonë në një adhurim ku ka grumbullim të njerëzve, atëherë themi se është sunet gusli. Adhurim edhe ka grumbullim të njerëzve, atëherë themi se është sunet gusli. Andaj thonë që për namazin e eklipsit, namazin e shiut, po ashtu e vlen e njëjta gjë. Allahu alem, për ta, edhe pse disa e kanë përmend se kjo nuk është sunet për shkak se nuk kemi tekst ashtu që ka ardhur për gjumon edhe për namazin e Bajramit. Gjëja tjetër që përmend autori thot wa jununin wa igma'in, dhe thot për pas largimit të çmendurisë, nëse njeriu ka kap çmenduria për shembull, pastaj është largu, edhe pas rënies të fikt, dhe pastaj është kthjell, atëherë është sunet, thot është sunet domethënë me marr gusull. Ajo që ka ardhur në tekst është për atë i cili i bie të fikt. Për shkak kjo argument është hadithi Aishës radhiyallahu anha që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka qenë në sëmundje, me sëmundje pak para vdekjes, i ka humbur vedia dhe ka rrotë të fikt, dhe thot Aisha radhiyallahu anha që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi është kthjell ka marr gusull. Pasi është kthjell ka marr gusull. Ndërsa e bojnë kias, analogji, që është e njëjta gjë dhe të njëjtës kategori, thonë largimi i çmendurisë, për shkak se kjo është edhe më e rëndë se sa me ra të fikt. Janë në të njëjtën kategori, përkundrazi kjo është edhe më
më e rëndë, atëherë vlen thot i njëjti gjykim. Dhe ai i cili dëshiron me bë këto, atëherë me një të sunetit shpërblehet. Dhe autori e përmend tu një çështje dhe thot la ihtilama fihima, do nëse nuk është për gjunub, në këto dy raste, nëse nuk është bërë gjunub, atëherë themi sunet, mirë po përkundër asaj që ka rot efekt ose ka qenë i shmendur, mirë po është bërë gjunub prapë se prapë i bëhet obligim, guslit do ka obligim. Mirë po nëse nuk është bërë gjunub, atëherë është sunet. Kjo lidhet me dersën e kaluam që thanëm, nëse njeriu nuk është i zgjuar, për shembull është në gjumë ose nuk ka vedije, atëherë nëse është bërë gjunub, atëherë ka obligim guslin. Mirë, pastaj çështja tjetër që përmend thot wa istihadatin li kulli salat, dhe në istihada për çdo namaz. Istihada do të është ajo grua e cila do të ka rrjedhje të gjakut, mirë po nuk është gjak i menstruacionit, do të gjak i ciklit menstrual. Në këtë rast domethënë nëse ka çrregullim gruaja, atëherë thonë se është sunet me marrë gusl për çdo namaz, nëse ka mundësi. Argument për këta është hadithi i Aishës radiallahu anha që thot Habibe استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة. فضمان që Habibe ka pas, ka qenë në këtë gjendje të istihadës që ka pas çrregullsi, domethënë, dhe nuk ka qenë domethënë cikel menstrual, mirë po gjakderdhje, jo të rregullt. Atëherë për 7 vite domethënë ka vujt për këtë çështje dhe ka pyet domethënë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thënë, ka urdhëruar për me marr gusull. Dhe ka thënë se kjo është irkun, domethënë është gjak jo i ciklit menstrual, dhe Habibja ka marrë gusull për çdo namaz. Mirë po kjo është në gradën e sunetit dhe jo obligimi. Dhe është e veçantë vetëm për gruan në këtë çështje. Nuk themi se është gjykimi i njëjtë për atë, për shembull për burrin i cili ka një smundje që vazhdimisht domethënë ka urinim ose nuk e din se kur po urinon, domethënë nuk e ka atë ndjenjë, domethënë që ka sprovu Allah me këtë çështje. Nuk themi se është i njëjti gjykim që nëse dëshiron me praktiku sunetin që me marr gusull, nëse ka mundësi ta bëj atë. Jo. Mirë po në këtë rast, domethënë si për atë gruan, atëherë ajo që është obligim është me marr abdes për çdo namaz. Mirë po, ndërsa si sunet është vetëm për gruan që ka istihada, për shkak të hadithit që e përmend. Gjëja tjetër që i përmend tash autori është edhe që kanë lidhje me adhurimet e haxhit apo edhe të umrës, domethënë kjo e para që është para hyrjes në ihram. Thot wa ihramin, para se me hyrje, domethënë para se me dash me vesh ihramin, muslimani është sunet për ato me marr gusull. Është sunet me marr gusull, edhe kjo për shkak të hadithit të Zeid bin Thabit që thot e ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që është pastru, domthon ka marr gusull para se me hyrë në ihram. Atëherë kjo tregon se vepra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tregon që një gjë e tillë është sunet. Po ashtu domthon transmetohet se e ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Abu Bekrin që me urdhëru ose me i thonë vajzës vet me marr gusull, domthon para se me hyrë në ihram. Këto tregojnë që një gjë e tillë nëse mundet me vepru muslimani, atëherë bën me niyet që me praktiku sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çështja tjetër thot wa dukhuli Mekkah wa haramiha, dhe për hyrjen e Mekë dhe në Haram. Për hyrjen e Mekë dhe në Haram, argumenti që përdoret, domthon për me hyrë
Mekë se është sunet, ajo është që transmetohet nga Ibn Omeri që ka vepruar një gjë të tillë, domthonë Ibn Omeri nuk ka hyrë në Mekë para se me bujt ose me flejt me një vend që quhet Dhul Tuwa, që është afër Mekës, edhe kur është zgjuar, domthonë është pastru, ka marrë gusl dhe ka hyrë në Mekë dhe thotë që këtë gjë për këtë gjë ka po pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj domthonë ka pas fjalë domthonë mes ulemave se për çka është qëllimi, domthonë a ka po për shkak se ai ka dashur me kry umre e kështu me radhë. Mirë po, ajo që domthonë bëhet më e qartë është që ka qenë kjo, domthonë për shkak të tavafit ose për shkak të adhurimit domthonë umres që ka dashur me kry, Allahu alem. Ndërsa me thonë veç pse po hyn Mekë me marr abdes, Allahu alem sa mund të jetë sakt një gjë e tillë. Po është e njëjta vlen domthonë edhe për harem. Mirë po, Sheikhul Islami thotë që domthonë ai i cili domthonë don me kry umre edhe hyn në mikat edhe bën ihramin, domthonë marr gusl atëherë kjo është ajo e cila është transmetuar dhe Allahu alem domthonë që me e bë të lehtësuar veç pse ke hyrë në harem ose veç pse ke hyrë në Mekë me kanë sunet një gjë të tillë. Allahu alem. Shkak të domthonë që disa kanë përmend që kjo ka qenë për shkak të tavafit, siç e kanë përmend Malikit. Edhe Ibn Taymija po ashtu ka qenë për shkak të tavafit. Për shkak se domthonë këtu janë në këtë çështje është urdhëruar edhe ato gratë që kanë qenë me cikel menstrual, edhe nëse themi që kanë mujt me kanë në gjendje të lehunis, edhe presin domthonë që me kalu atë gjendje, atëherë jo është thonë me marr gusl para se me hy. Me marr gusl, se mendojnë që mujt me kry, atëherë i lejohet me bën jetën për me bë umrën e kështu me radhë, edhe mundet me u kuptu që dohon këtë formë, sepse edhe hadithi që është një hadith tjetër që e përdorin si argument që në fakt e përmena që e ka urdhëruar Abu Bekrin që me pastru, mu pastru ose me marr gusl për vajzën e vet, edhe pse ka qenë domethënë me cikel menstrual. Allahu alem, domethënë sa mund të themi se vetëm për shkak të hyrjes në Mekë dhe në harem me kanë sunet për me bë gusl. Pastaj këto tjera që i përmend autori, siç është domthonë përqendrimi në Arafatet, وقوف بعرفة وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار. Domthonë përqendrimi në Arafat, për tavafin e ifadës dhe atë lamtënes, përqendrimin në Muzdelife për gjuajtjen e gurve. Ajo që është ardhur për përqendrimin në Arafat është ardhur domthonë që Ibn Omeri radiallahu anhuma ka bë gusl domthonë për ditën e Arafatit. Kjo është transmetuar që vepra e tina, edhe thonë se është sunet për shkak të veprës tij, edhe pse Sheikhul Islami thotë prapë se nuk është sunet një gjë e tillë për shkak se nuk ka në transmetim pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e ka vepruar se ka thonë një gjë të tillë. Këto pse thonë sunet, është prapë se prapë ajo rregulla që ne përmenda më herët, se për shkak se janë adhurime dhe ka grumbullim të njerëzve, atëherë themi se është sunet për me bë gusl, duke u bazuar në xhumë dhe namazin e Bajramit. Mirë po, ajo që është ardhur tekst është më parsore, domthonë me vepru, ndërsa për çështje tjera Allahu alem, domthonë ndoshta ajo që zgjedh Sheikhul Islami është më afërt. Mirë, domthonë kjo ishte sa i përket rasteve që gusli është sunet. Pastaj për dispozita tjera që i përmend autori, inshallah vazhdojmë në dersin e ardhshëm. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.